6 fakte shqiptare që do t'ju lëm pa fjalë në Shqipëri janë ndërtuar mbi 173.000 bunker. Kjo do të thot një bunker për çdo 4 banor, një trashëgimi e frikës nga një pushtim që nuk erdhi kurrë. Dhe e dinit se Vlad Pjekuesi, njeriu i vërtet që frymëzoi Drakullën, u mbajti burgosur pikërisht në Shqipëri. Ai ishte i burgosur i Skënderbeut në fortesën e Krujës. Syri i kaltër është ai thellë saqë zhytësit kanë arritur 50 metra. Dhe akoma nuk e kanë gjetur kurrë fundin. Lumi Vjosa është i vetmi lum i madh në Evropë që rrjedh i lirë, pas një digë apo pengesë artificiale për 270 kilometra të tërë. Por ajo që na bën më krenar është besa. Ky kod i nderit bëri që Shqipëria të shpëtonte mira hebrenj, duke u bërë një ishull i ndritur në Evropën e errët. Dhe gjuha jonë është e veçantë, saqë nuk ka asnjë gjysmë të ngjashme. Ajo formon një deg të vetë në pemën e gjuhëve evropiane. Cili prej këtyre fakteve ju befasoi më shumë? Lini një koment më poshtë. Dëshironi më shumë përmbajtje si kjo? Atëherë ndiqni kanalin dhe ndani video me të tjerët.